Receta për sot është një ëmbëlsirë e shpejtë në përgatitje dhe shumë e shijshme. Si fillim do të na duhen 3 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer. Do t'i rrahim mirë vezët bashkë me sheqerin derisa sheqeri të shkrihet plotësisht dhe masa të dyfishohet. Pasi masa është dyfishuar, do të hedhim 60 ml vaj lule dielli. Të vazhdojmë ta rrahim përsëri për 1 deri në 2 minuta. Do t'i hedhim 10 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hedhni 1 lugë çaj sodë buke. $7 gram vanilje. Unë kam përdorur vanilje pluhur, nëse dëshironi mund të përdorni edhe vanilje lëng. Dhe 200 gram miell. Miellin do ta seti më parë, siç e shikoni edhe në video. Miellin do vazhdojmë ta hedhim pak nga pak, duke e përzier vazhdimisht derisa mielli të mos ngelet më me kokriza. Pasi kemi hedhur të gjithë miellin, do t'i hedhim copëza të vogla çokoladë. Nuk kam përdorur këto që përdoren për dekorime, por ju mund të përdorni edhe çokoladë normale të grier. Të gjithë masën do ta hedhim në një tavë, të cilën më parë kam lyer me vaj lule dielli, dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për 20 deri 25 minuta. Pjekja është edhe në varësi të furrit, disa furra mund ta pjekin më shpejt dhe disa të tjera mund të duan më shumë kohë. Ndërkohë që keku është duke u pjekur, ne do të përgatisim kremin. Do të na duhet 200 ml qumësht i ftohtë dhe pana për ëmbëlsira. Unë kam përdorur pana pluhur. Ju mund të përdorni pana lëng. Kjo lloj pane që kam përdorur unë është me shije çokolade. Do ta rrahim mirë derisa masa të fillojë të mpikset. Të vazhdojmë në këtë mënyrë për disa minuta. Më pas do t'i hedhim 300 gram mascarpone. Të vazhdojmë ta rrahim përsëri me mikser derisa masa të trashet. Pasi kemi përfunduar me kremin, do ta lëmë pak minuta në frigorifer dhe kekun gjithashtu do ta lëmë të ftohet dhe më pas do t'ja hedhim sipër siç e shikoni edhe në video. Pasi e kemi sheshuar, do t'i hedhim çokoladë të shkrirë. Çokoladën do ta përhapim mirë derisa të mbulojmë të gjithë kremin. Unë kam lënë dhe të derdhet pak te pjesët anësore. Në këtë mënyrë duket më i bukur, më i lezetshëm dekorimi. Në fund do ta dekorojmë sipër me copëza të vogla çokolade. Dekorën ju mund ta bëni si të dëshironi.
Më pas mund ta vendosni në frigorifer derisa çokolada të mpikset plotësisht, ose mund ta konsumoni kështu siç është. Do ta presim dhe do ta shërbejmë në pjatë. Është një recetë e thjeshtë, e shijshme, mund ta përgatisni për festa të ndryshme ose për ditëlindje, ose thjesht për të shoqëruar një kafe ose një çaj me familjen. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.